që Serbia ka më shanse dhe mendoj që do ta shikojmë me dylbi këtë kampionat botror. Lodiana, cili ishte raportimi i mediave ndërkombëtare për këtë triumf të madh të Shqipërisë? Realisht ka qenë i shumt, më është bërë shumë qefi, kemi pasur Jeon gjithandej për këtë fitore me Serbin, më ka bërë shumë përshtypje shtypi anglez, i cili i ka dhënë goxha Jeon përballjes, duke qenë se Shqipëria është edhe kundërshtari i Anglisë, i ka dhënë goxha Jeon përballjes me Serbin, fitores tonë në një farë mënyre anglezët janë në thonjza, mund ta themi, janë të gëzuar domethënë me këtë lloj rezultati, atyre si duket ju ka pëlqyer në këtë rast fitoria e Shqipërisë. Kjo gjë është pasqyruar edhe në mediat serbe. Serbët vetë kanë qenë ata pra që e kanë trumbetuar me të madhe që anglezët duket sikur janë gëzuar për faktin që skuadra e tyre ka humbur përballë Shqipërisë. Pastaj kemi shtypin kemi mediat bosnjake, kemi mediat kroate, të cilat edhe ato domethënë kanë qenë entuziaste për fitoren e Shqipërisë ndaj Serbisë, për të kaluar pastaj ta kalojmë oqeanin, ka shkojmë në Amerikën e Jugut, kur tashmë Silvinho në Brazil duket është si një hero, si një njeri i paprekshëm për sa i përket pjesës së futbollit. Edhe ata i kanë kushtuar disa rreshta ish futbollistit të tyre, pra Silvinho si ish futbollistit Brazilit dhe trajnerit ton të kombëtares, duke thënë që është një njeri që ka dhënë maksimumin edhe ka çuar këtë skuadër drejt fitoreve shumë të rëndësishme, siç ka qenë edhe ajo me Serbin. Kështu që Jehona në shtypin ndërkombëtar për mua ka qenë shumë e mirë, dhe mediat maqedonase në një farë mënyrë në thojza mund të themi që e kanë përgëzuar këtë fitore të Shqipërisë ndaj Serbisë, për mos thënë pastaj për video që janë bërë virale nga grupe të ndryshme tifozësh kroat, bosnjak, maqedonas, shqiptarët të cilët pothuajse në diasporë kanë qenë pjesë e këtyre video viraleve duke festuar në rrugët e Italisë, Gjermanisë, Francës, Londrës. Kështu që nuk kemi çfarë themi më shumë, domethënë më shumë se ne ka folur Rej Manaj, njeriu i cili u sha pafund për atë penallti të humbur në Tiranë, dhe mos gabofsha ka pas një koincidencë shumë të bukur aty, sepse në sekondat e fundit të pjesës së parë ai humbi një penallti në Tiranë, dhe në sekondat e fundit të pjesës së parë ai arriti të japi një fitore shumë të rëndësishme Shqipërisë. Duhet që të ndalemi edhe pak, ishte detaj shumë i bukur ky që edhe në Brazil, pra në Brazil ka komente për arritjen e Silvinhos te Shqipëria, dhe unë madje kam parë disa prej tyre ku tifozët brazilian janë të habitur dhe shpeshherë mes batutave dhe sarkazmës thonë që Silvinho mund bëhet ndoshta edhe presidenti i Federatës së Shqipërisë, mund të jetë një zot i madh në Shqipëri, por ata harrojnë që Silvinho ka kaluar edhe ca vuajtje, nuk është vetë kaq e bukur historia. Sigurisht që nuk është e bukur, sidomos pas atij kampionati evropian, kur ne sta dha maksimumin, por ishte e pamjaftueshme, dhe më pas ndeshjet që kanë ardhur në vazhdimsi, ku Shqipëria ka pasur lohatje me skuadra që për hir të vërtetës nuk kanë qenë edhe në nivelin ton, për disa miqësore që të cilat nuk janë fituar ashtu siç duhet dhe ekipi nuk ka bindur. Por mendoj që unë e thash edhe në fillim të kësaj bisede me ty, Claudio, që ne nuk na duhen ekipe të cilat nuk na vlon gjaku për asgjë me ta, ne na duhen ekipe të forta, ekipe si pune Serbisë, që ne të tregojmë se kush jemi. Megjithatë, mua Silvinho më ka habitur në këtë ndeshje, domethënë nuk e prisja këtë lloj jo formacioni, mund të themi, sepse skemat e tij dhe formacioni i tij pak a shumë është i parashikueshëm, mund të themi, por më ka pëlqyer mënyra se si vendosi për shembull brojën në fush, se si i koordinoi gjërat, më ka pëlqyer shumë. A mund të themi që kush ishin ekselentët për mua në këtë ndeshje? Mund t'i themi këtë gjë? Mendoj që pa diskutim Rejmana njëherë, ta themi këtë gjë, pastaj për mua ka pas një klasë të jashtëzakonshëm, një elegancë të jashtëzakonshëm përballë çdo kundërshtari Mario Mitaj. Domethënë për mua ka qenë ekselent. Kështu që edhe kjo është pjesë në mbrojtjes është përmirësuar shumë. Kjo është dhe puna e trajnerit pastaj që i ka besuar këtyre djemve që dolën në fushë dhe na nderuan, kur i thon. Duat që të vazhdoj këtë logjikën tënde që është shumë e vërtet që Shqipëria kërkon ekipe që t'i vloj gjaku për të luajtur mirë. Në momentin që Shqipëria futet për të bërë atë teknikën, atë taktikën me mendjelësi, dhe gjithmonë keq. Silvinho duket si një trajner me 7 shpirtra,
në momentin që të gjithë presin që ai të bjerë, Silvinho aty ngrihet. Marr shkak këtu nga fakti që pas atij europiani ku nisën gjithë ato kritikat e mëdha për Silvinho, sepse nuk ishte europian skandaloz, sepse morëm një pikë me Kroacinë, nuk paraqitëm mirë si në Spanjë. Nuk kemi skandaloz, jo. Po, mund të merrem më shumë patjetër, por aty nisi krisja mes tifozëve dhe Silvinhos. Dhe në lajme u raportua që Silvinho kishte probleme me Ardian Ismailin, me Edrit Berishën, me shumë lojtarë aty brenda dhe mendua se tani do të vi shkarkimi sepse ka humbur besimin nga brenda. Por më njëherë pas asaj atij europiani, ndeshja e parë Ukrainë-Shqipëri 1-2. Ishte thyrë një tabuje, nuk ishte fituar asnjë në Ukrainë. Pas asaj fitore nisi prapë rezultatet skandaloze. Dhe kur pritej shkarkimi Silvinhos, Gjorgji Shqipëri 0-1 në një stadium të tillë mbushur që ishte si në Beograd, në kulmin e formës sportive të Gjorgjis, Shqipëria arriti të fitojë prapë. Pas asaj ndeshje fillojnë prapë me ato luatet tona dhe vjen në Serbi dhe fiton sërish. Një trajner mund të jetë ose i mirë ose i keq, po Silvinho duket një mesme, a është faji Silvinhos apo mos ndoshta lojtarët e nxjerrin keq trajnerin, si më thënë. Sepse në fund fare Silvinho ka bërë po të gjë dhe me Serbinë, ëh. Loja është po ajo, ndryshimet janë po ato, vetëm se këtë herë po e ngren qiell sepse ne fituam dhe herë tjera kanë zhduar thellën tokë sepse kemi humbur. Shiko, unë Silvinho nuk e shoh fast një skeq, unë e shoh si një kamaleon, domethënë që ai e di se çfarë ka në kokën e tij. Shiko, është e vërtet domethënë që në momentin që trajneri mbas europianit me njëherë rinovoi kontratën për ta zgjatur për të qenë kryer të kombëtares ton, nuk pati një ecuri të mirë, pati këto probleme siç thatë ju me futbollistët. Ndonjëherë shiko, kur një skuadër dhe një ekip humbet, unë nuk mendoj se përgjegjësia totale mund të bjerë mbi trajnerin. Mendoj se duhet të ndahet. Për ata që janë 50% për ata që janë në fushë dhe 50% për ata që rrinë në pankinë dhe i drejton ata. Kështu që mund të themi që jemi 50%, do me thënë të përgjegjësisë se ka Silvinho dhe 50% lojtarët dhe nuk mund të themi që ka një ecuri ose ka një raport keq me trajnerit, me futbollistët, se në fundi trajneri me çfarë do hedhi në fushë. Këta futbollistë ka. Kështu që unë mendoj që duke parë edhe mënyrën se si kanë shkuar këto ndeshjet e fundit me kombëtaren shqiptare, mendoj që Silvinho e ka gjetur atë rrugën e dur, e ka gjetur rrugën e komunikimit, nuk mendoj se një futbollist mund t'i hapi probleme dhe ai, shiko, e kemi thënë shpesh, Shqipëria tani ka dhe luksin që të ketë goxha lojtar të mirë edhe në pankinë. Pra, Silvinho ka fatin e madh si trajner që të ketë mundësi dhe të zgjedhë. Nuk është siç ka qenë më përpara kur edhe në kohën e Debiasi nuk e kishte këtë luks për shembull që ka Silvinho sot. Jo, që të ketë emra që ta arrijë, domethënë që t'i zëvendësoj. Pra, në kohën e Silvinhos, në kohën e tij ne mund të themi që askush nuk është i pazëvendësueshëm. Ai ka alternativat aty. Mjafton që t'i shohë mirë dhe mjafton të gjejë atë burin e saktë, domethënë se kush është i duri për atë ndeshje. Por unë besoj se ai ka një filozofi shumë të mirë, sepse